Atëherë, përshëndetje për të gjithë. Ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj. Së pari dua të theksoj që është kënaqësi të jem në këtë pozicion, të udhëheq skuadrën nesër, njëkohësisht edhe përgjegjësi. Respekt maksimal për kundërshtarin e nesër, pavarësisht që në transfert skuadra ka marrë një avantazh të mirë, por nesër mua më intereson performanca e futbollistëve. Pa diskutim që do të jemi të përqendruar, të disiplinuar, dua të bëjmë ndeshje të mëdha dhe pa diskutim që do ta kërkojmë ta fitojmë takimin. E di që e ke pas prezantimin në një konferencë tjetër të mbajtur në seksionin e Gjilan, por do të pyet pak në aspektin personal, çfarë të bindi që të rikthehesh në Drita pasur aventurave që i pasur tek skuadra të ndryshme, duke përfshirë edhe skuadrën rivale më të madhe të Dritës së Gjilanit. Në fakt ka qenë shumë e lehtë për të mbitur, për të qenë tek shtëpia ime e dytë, sepse kemi përjetuar shumë emocione me këtë skuadër, kemi shkruar histori gjithashtu, plot 4 vite e gjysmë, domethënë kemi qenë së bashku. Nuk ka qenë fare e vështirë që të vendos, që të rikthehem përsëri te një skuadër siç është Drita, siç ka arritur nivelin. Këto rezultate që janë arritur nga kjo skuadër deri më tani nuk është rastësi. Ndoshta dikur kur isha pjesë e klubit është folur për këto projekte, është folur për këto suksese dhe sot ka arritur skuadra, kanë arritur 2 presidentët bashkë me drejtuesit, normalisht me futbollistët që kanë marrë suksese të jashtëzakonshme. Por kam theksuar edhe tek grupi që ne nuk duhet të kënaqemi me atë që kemi arritur. Rekordet apo historitë duhet të shkruajmë të reja dhe për atë arsye jam përsëri këtu që me këtë skuadër të arrijmë suksese edhe më shumë se vitet që kanë kaluar pas. Nëse e ke gjetur grupin aspektin fizik duke marrë parasysh se ekipa tashmë ka qenë ndërtuar, keni ardhur pak ndoshta më vonë që ka filluar përgatitja e klubit. Në aspektin fizik, në fakt, në koordinim me stafin, skuadra duket shumë mirë e përgatitur, kështu që kam besim të plotë që për shkak edhe kontingjentit mjaftueshëm që kemi, e dim që tani më do ta kemi orarin të ngjeshur, do të mundohemi të menaxhojmë edhe forcën e gjithë secilit, por kemi vërtet kualitet, kemi një grup i cili është i ndërgjegjshëm, është i përgjegjshëm, me shumë potencial dhe besoj që t'i marrë secilit më të mirë. Edhe për mundësimin tuaj të prezantimit edhe që shumë ju rritur për mbarim të suksese. Realisht e keni gjetë atë uri të lojtarëve të dashur, për që një takojmë në fushë që nga vita nesër edhe futboll. Por një rezultat është Në fakt, më falë se nuk ndëgjova në fund. Do ta shkruash edhe ti për shkak se rikthimit në shtabin teknik do të jetë pikërisht nesër në rezultate. A pret me parë urin që kete si të Unë në fakt do të mundohem ta përcjell. Kam vetëm një seancë stërvitore me skuadrën ditën e djeshme. Pash një super seriozitet në stërvitje, një agresivitet nga grupi. Unë mundova ta përçoj tek grupi urinë që kam për sukses, edhe pse unë mendoj që nuk ju mungon atyre, ata janë mësuar të fitojnë, ata janë ata të cilët e kanë arritur suksesin vitin e kaluar, normalisht është freskuar skuadra, janë sjellë 2-3 koka cilësore sepse e dim që rruga e gjatë është, siç e theksova, është fillon dhe kampionati dhe të kemi mjaftueshëm numër të futbollistëve për të pasur edhe rotacione në momente. Drita ka vendosur një standard, është arrin shumë larg në varë evropiane. Besoj që ky edicion mund të atë rekord ashtu siç ka thënë që rekordet për të vyer. A besoj që këtë edicion mund ta bëjë rekordin e edicioni? Në fakt ne do të bëjmë maksimumin të gjithë, si stafi, si drejtuesit, gjithashtu
ata të cilët do të performojnë në fushë, unë kam besim të plot tek kjo skuadër, tek ky grup, e njoh grupin mirë, e njoh po filloj ta njoh edhe mentalitetin e tyre. Ata kanë qenë gjithmonë kërkues për të fituar çdo kundërshtar, pa diskutim që po mundohemi që të përsërisim suksesin e vitit kaluar, por gjithmonë duke kërkuar të ngrisim nivelin të shkojmë edhe më lart. Do të bëjmë të gjithë punë shumë për të shku atje, siç e theksove, ndoshta edhe më lart se viti i kaluar. Tërë, po thema pak në aspektin të ka posë raportime që kanë lidhur nuk është në një kalim të balkonit në interesant, ka posë diçka të vërtet para se të nisë negociatat me Dritën, edhe po kujtohet ajo periudha e Evropës me Dritën, së bashku me ty gjithmonë kanë qenë kundërshtarë ndoshta në nivel më të lartë. Dhe cilësoj tashmë Drita jo që po ka pak më shërt, mirë po kundërshtarët për jenë atë këtu dhe a ka orë koha që edhe në aspektin personal ti me arritë suksesin më të karierës si trajner ashtu. Po, në fakt, jemi në prag të një ndeshje shumë të rëndësishme nesër. Për të qenë korrekt me shumë skuadra, unë kam pas shumë oferta nga 2-3 oferta nga skuadra tjera në Kosovë, por për të qenë korrekt edhe me klubet apo edhe më trajnerët që i kanë, du truaj atë respektin. E thej shumë mirë, në të kaluar kur kam qenë te Drita, kanë qenë shorte jashtëzakonisht të forta, të vështira. Jemi përballur me shumë autoritet dhe personalitet. Normalisht gjithë në futboll nuk ka kundërshtar të lehtë në fakt, do të mundohemi që nesër ta kryjmë punën sepse kemi 90 minuta të rëndësishme për skuadrën tonë. E dim se çdo fitore rrit besimin apo vetë besimin te grupi dhe unë e kërkoj këtë që të ndodhe edhe nesër, pastaj duke u përqendruar edhe tek ndeshja e play-offit që do të vijë pas disa ditë. Drita ka numër është kritiku për një lojë zvet, jo të mirë. Rezultatet nuk i kanë mundur, por loja e mirë ka mundur në familje. A jetë një Dritë krejtësisht ndrysh, më siguruese, më kërkuese, si me loja është edhe me rezultat? Pa diskutim që do të mundohem ta përcjell idenë apo filozofinë time në mënyrën se si dua të luaj. Është skuadër e ndërtuar për qenë sulmuese, agresive. Besoj që vetëm thjesht do të mundohem në të gjitha format, mënyrat që sa më shpejt të përcjelli tek skuadra idetë apo filozofinë time në mënyrën se si dua të luaj. Mendoj që e kam potencialin apo brumin për ta nxjerrë atë që unë e kam në kokën time. Ajo normalisht nuk do të vijë ndoshta me njëherë nesër, por gradualisht duke punu me skuadrën, duke u munduar që idetë dal nga dal të përcjellit tek ata dhe ta shohim një skuadër e cila dominon në çdo aspekt. Ku dallon trajneri kjo Dritë me ato që i keni drejtuar para disa viteve? Kam fituar shumë me ata futbollistët që kanë qenë dhe jam mirënjohës dhe falënderues. Tani më do të kërkoj gjithashtu me grupin që kam. Pa diskutim që është ngritur nivelin në çdo aspekt tek skuadra e Dritës. Është fituar shumë, janë arritur grupet apo edhe janë kaluar, kështu që flet profesionalizmi që është bërë në skuadër nga të gjithë, nuk është rastësi asgjë, por thjesht është një punë e palodhshme e të gjithë atyre që kanë qenë pjesë e kësaj skuadre. Një pyetje fundit për merkato, a është mbyllur merkatoja e Dritës dhe a është vërtet që kërkesa jote është që të forcohet pak edhe me fushë, me portën e fushës? Ne tani më kemi reaguar në fakt në mesfush, është bashkuar me një Roca. Merkatoja derisa është e hapur, do të jetë e hapur edhe për ne, sepse theksova ne jemi të vetëdijshëm për kampionatin që do të rifilloj apo edhe ndeshjet në Europë dhe jemi të vetëdijshëm se kemi nevojë për kontingjent, por edhe tani siç jemi, realisht është skuadër e formuar, është skuadër ku në çdo pozicion kemi të dubluar, kështu
Kështu që gjithmonë për një futbollist kualitativ do të jetë e hapur merkat. Nëse s'kemi pyetje tjera, i falenderoj për pjesëmarrjen e juaj. Faleminderit. Edhe mirëpafshim takimin tjetër. Faleminderit.